Në Shqipëri, ajo që ka rëndësi është që Shqipëria, po themi, të vazhdoj të përcjell imazhin e vendit të sigurt, pra mikpritës edhe të qëndrueshëm. Do ketë kancellime, padyshim, sepse protestat sjellin imazh jo sigurie në vend, por gjithsesi deri në sot kanë qenë protesta paqësore. Ajo që parmbrëm ndodhi me bllokimin e rrugës, ajo ishte një gabim. Realisht ishte një gabim i cili nuk duhet të ndodhë, sepse rruga e aeroportit sjell, po themi, njerëz të huaj, pra sjell turistë, sjell biznesmen, sjell njerëz të cilët po themi e shohin Shqipërinë në gjitha dimensionet. Prandaj duhet kemi kujdes, me thënë, aty ku preket siguria e imazhit të sektorit turizmit. Por protestat janë diçka që ndodhin në gjithë botën, nuk ka diçka, po themi, shumë shqetësuese. Thjesht vetëm duhet të jenë sa më paqësore, siç kanë qenë edhe këto ditë. Siç kanë qenë dhe siç janë. Patjetër. Që do të thotë protesta nuk është shkaku i këtij niveli turizmi siç mund edhe të artikulohet, nëse kemi një ulje të tyre. Siç e thash, do ketë kancellime, ka pasur edhe kemi kancellime për shkak të protestës. Por nuk janë shumë shqetësuese, pra përqindja është shumë e vogël e kancellimit. Kështu që sot nëse flasim për strukturën akomoduese në Shqipëri, pothuajse e kemi plot, pra sidomos në Tiranë. Kështu që nuk ka diçka shqetësuese, mendoj unë. Thjesht